Burgu Famëkeqi i Spaçit në Mirdit ka lënë trauma të mëdha tek ish të burgosurit politik që kanë vuajtur dënimin aty që prej vitit 1967. Të mbjetuarit e regjimit famkeq komunist tregojnë tmerret që kanë përjetuar e parë teksa vuanin dënimin për akuza nga më të ndryshme, por mbi të gjitha për agitacion e propagandë. Zenel Dango Angelinda Bërdaku rrëfejnë tmerret e asaj kohe që kanë përjetuar teksa vuanin dënimet e marra nga regjimi i Enver Hoxhës. Tmerret e përjetuara janë që nga mungesa e ushqimit, trajet në mënyrë barbare dhe varrosjet në vende të fshehta të atyre që vdisnin nga tortura. Tu ka fillu me 500, ku kanë ardhur burgosunit me 28 prill të vitit 1968 për kampit të Elbasanit, që kanë ndërtu veprën për fabrikën e qementës në Elbasan, atër i kanë pru këtu në burgun e Spaçit, ku një vjet përpara përgatit nga të burgosët ordiner, rrethimi dhe të gjitha. Dhe kur kanë ardhur burgosët politik këtu, burgosët ordiner i kanë prit me thirrje që ju bëm vorrin të burgosën e politik të inspiruar nga sigurimi i shtetit i asaj kohë. Këtu, në këtë vend, vetë Mehmet Çau, atëherë kryeministri i vendit, ka ardhur dhe ka pa me helikopter këtë vend dhe ka thonë vend strategjik për të burgosur politik. Trajtimi i herë ka qenë njerëzor. Dhe si rezultat i ushqimit të dopt me margarinë dhe trajtimi njerëzor, arriti që më bën dhe revolta. Nuk je organizume, por revolta u bën, duke u dhënë me hangër burgosur margarinë dhe porrisht të thatë që kishin dhënë kryma. Dhe kja u bën si rezultat pra revolt ekonomike, jo organizume nga kush. Se këtu kanë ditë, a i ka ditë që bëhet në botë, ja që bëhet këtu, mërëna kombit, se kanë pas njerëz se vetë ata. Por e përgjithshmja ka kënë, që mas revoltet, tu ka kënë të merri vetë. Atër trajtimi, puna detyrume, sklavëruse, nëse s'ke bo normen, ke përfundu në dhomat izolimit i to, që ka shku temperatura minus edhe 22 gradë këtu, që ka fut një këtë gjendje që amonitash. Pra që këndaj aty, birucat kanë kënë një plomë për e tokët dhe sporteli ka kënë 20-50 që ka kënë një hapën, ka një dhe bora mërën. Pa për fatin e mirë këtu, bora nuk ka zgjatë shumë, pra se vetë toka e ka konsumu borën, kurse akulli ka ndaj 6 muaj. E ke qef të rahnën me të rah, para buket a mos buket, se 3 herë ke detyrim për morra. Me shkop gomet, me bisht kazmet, me tana mjetët të rrethanore që mund kishte, me grushta, me shirma. Ka pas raste që kanë përfundu edhe një infermeri atje që kanë ndaj 24 ditë në infermeri për rrahjes e torturave që i kanë bo atje. Dhe kanë përfundu edhe në spital me ishu urgjentisht në spital në Tiranë. Kena fjetë 54 vetë një dhomë. 2 shek kanë kënë kashtet dhe kashta ka kënë asimilume dhe bame kluhun kret. Atëherë, batanijet kanë kënë metorinat e luftës dytë botnore që i ka lënë Italia, që si janë dash gjatë atëherë, kërë maraj lufta dhe janë përdorë për këto, për të burgosurit politik. Pra dhe më thënë, ne jena kënë për me punu punë sklavëruse dhe përfundimisht mu eliminu vetë nga puna, nga ushqimi, po mjaftu shumë, mu eliminu vetë jotë, si janë eliminu shumë njerëz. Për agitacion e propagandë. Por, për me thonë, agitacion e propagandë nuk kam banve se të i shpife të intrigu si e si me eliminu. Agitacioni ka këni kja. Ke vesh këpuc dhe ju pinga që faqe huj, son ishe veterinar në puk. Ke vunë syze dilit që faqe huj. Ke një sistem të firme huj e do budaleqe që i Brazili sot qesh. Sepse nuk janë të zhërnum absolutisht për këta 30 vjetë me vujtje që ka kalu Brazilion. U dënova 8 vjetë. Bana 7 pa pak se më kapi falja tallë të dyshit. Këtu kam punu 7 vjetë në këtë vend që kërimit që është i lam vendi plam e gjak. Dhe këtu kanë kënë rrëth 1400-1500 vetë, nga këta 1500 vetë, 200 vetë ose 150 vetë kanë kënë të komandës. Këtu ka kënë shkatrimi fizik dhe moral. Shkatrimi fizik ka kënë sepse të fuqin punë me punu, e të thrashin, e të mëqin për me ba norma e mi norma. Kurse moral ka kënë sepse
disa i kanë lënë me do bukën e të privilegjuar për me spionu edhe me i dalë të shmitar para se mu liru njerëzve të burgosën. Pra këta ishin personat që ne njifshim, i lërishim lërgë, por me gjithate ditën e ridënimit ata t'i sjellshin e të bashin shok i pa kenën me ta persona. Konkretisht, Fatos Tuboja hini me 7 vjet, i futën 12. Sherif Merdani shkret hini me 8, i futën 13, që s'përmenda as nuk din Brazili se që ka kenë komunizmin në Shqipëni, sepse fati ke që joni kene që fillimi ke i besu me kush bërtiti ma shumë poshtë në Verogja, shku mas ti, pa ditë se kush ashtë. Poshtë në Verogja, shku mas ti, kur dhe ardhi puna, as një dëtërim ligjor nuk u zbatu. Najnesh. Fillim me marim është vujtje, është fizike dhe morale. Kishim frikë, përveç që punoshim, apo më ridenojnë sot ose nese. Për shembull, marim Fatos Tuboja, si futën 12, Spartak Gjels, edhe 13, hini me 6, thash Sherif Merdani, Pavlin Guga, tonë të ridenu, me një atat burgosën që ishin mend, pa fe turbit e rrishin një aty. Për shembull, Nikol Plumit i ka deki jati në burg, vetë në burg, edhe mund t'i këndalë 60 vete të shmitarë. Në burg me i ridenu. Edhe unë e kishe pas më ridenu, fati që kjo në hapi dosjet, edhe pash se kush janë njerës, një që mund vitë në shpi për ditë. E më thote më hinë për me më kalu vazhën në universitet, kër ardhi punë e më kishtë të lëshu deklaratën kër e pas saj qarqaf. Një tjetër po kështu, pra hapja dose ka kënë gjamë madhe edhe që nga likuidu një gjallëve. Ma tanë malit me ushtarë, i qoshin atje, si me kënë qenjë. I gërposhin, s'mund thot i varoshin se i jelshin si me kënë lecka. Janë gjetë edhe janë identifiku personat. Gjet Gjoni, banori fshatit Spaç për 21 vitesh, kujdeset për burgun famkeq. A i tregon se dëshmite dhëna nga ishte të burgosurit janë të tmerrshme, ndërsa kujtojnë që kur ishte fëmijë, nuk i lejonin t'i afroheshin burgut të Spaçit. Historia këtij burgu, kjo është një ndër burgjet më famkeqe që mund njohë historia. Këta e vendosi këto regjimi për të shfrytzuar njerëzit, edhe ka qenë elita e shtetit shqiptar, kanë vujt dënimin. Që janë armiqt popullit që s'du të shikoni, për bilion kam bë 2 vjet shkollë, i kam bë këto afër burgut, për bilion a thotë mësuesi mos i shikoni ato andej se janë këshie, janë armiqe. Propagandë, as me shiko, as ka qenë për bile di burgi sigurisë lartë, sepse ishte elita e shtetit të. Nuk një gjoshin nga jashtë asë gjë, ajo ishte, gjithë shka ishte brenda burgut. Po edhe varrimet e ato u boshin natën. Ne për bile janë aty për te lumit, ne kishtë në shkollën këne lumit, për te lumit ishin varrezat, nuk e dish nëse, janë varrezat. Ishte ekip, ushtarak që e bote natën. Gjatë viteve, pasaj duke një të ban për kujdesje këtu, ka nërë shumë bashkëvujtës dhe basë historinë të atyre jemi mënu që të krejt një histori për burgun e Spaçit.